Mali i Zi, Maqedonia tashmë e krijuar më vonë, por një herë Serbia që ishte aleati kyç i Rusisë, unë them shpesh është sateliti i Rusisë në Ballkan. Pra kishte qëllime të qarta sepse shfrytëzonte çdo luftë, çdo konflikt në mes fuqive të mëdha, pra shiqonte çdo herë që të grabiste toka sepse kërkonte më shumë territor dhe kërkonte drejt për drejt daljen në detin Adriatik. Pra sepse Rusia ishte interesuar dhe ishte interes i vetë shtetit rus që të kishte daljen në detin Adriatik, pra në ujrat e nxehta. Për këtë do ta përdorte Serbinë. Dhe Serbia dhe në luftën e dytë botërore, pra duke pasur parasysh përgjatë historisë çfarë kishte ndërmarrë, do të fillonte të ndërmerrte përsëri të njëjtat politika, pra që kishte përdorur edhe në luftën e parë botërore, pra t'i përdorte prapë që të shkonte hap pas hapi të bashkonte dhe të merrte territori duke përdorur me një fjalë themi gjenocid mbi popullin shqiptar, pra sepse ne duhet ta njohim që kishte gjenocid kur ne pranojmë që kishte holokaust, pra nga Gjermania mund të themi qartë përgjatë këtyre periudhave, pra 44-45, Serbia kishte filluar të kryente gjenocid në Kosovë duke larguar me dhunë, shpërnguljet më vonë do t'i bante marrëveshjet pra me vetë shtetin turk, për shpërnguljen e shqiptarëve nga Kosova drejt Turkisë dhe një herët masakrat të cilat po i kryente pothuajse duke përfshirë prej Sanxhakut të Nishit, pra edhe pse ende mendohet që kishte shqiptar atje, pra për të vazhduar deri në Tivar, pra që ishte kulmi, unë e them çdo herë që kishte kryer një gjenocid të pastër, pra që duhet ta njeh edhe historia ndërkombëtare se tashmë historia shqiptare vesen që Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë.